Bashkë bisedojmë me zotin Dorian Teliti. Të përshëndes. Përshëndetje. Tani, përpara se të nisim me këto çështjet që janë çështje të rënda, 250 milion euro para në 3 vite që vinë në ndërtime dhe në turizëm, do të pyes fillimisht për këto zhvillimet në strukturat e Partisë Demokratike, se realisht kanë marrë Teliti vëmendjen. Si për mirë, ashtu edhe me sy kritik. Tani se çfarë do të ndodhi në fazën tjetër, se kemi edhe strukturat e tjera që do të konfirmohen apo do të zëvendësohen, këtë nuk e dim, po i gjithë ky zhvillim si vjen tek ju pra? Që thatë dhe ju vetë, fakti që ka vëmendje, tregon që është diçka e cila është e rëndësishme. Dhe ajo që është akoma dhe më rëndësishme janë 2 element. E para, vazhdoi edhe në zgjedhjen e kryesisë me ato frymë të cilë vendosi Kuvendi Kombëtar për fryma e ri për të rritjes, e riorganizimit, e rifreskimit të strukturave, dhe e dyta, e gjitha kjo u bë në kuadër të një procesi super transparent, ku ambicie kanë të tërë, dhe është normale, politika në vetvete është ambicie, nuk ja dalin dot të tërë që të jenë fitues, le të themi, apo të jenë në garë. Ajo që është më rëndësishme që procesi ka qenë transparent dhe që në fund ditës vendosi vota e antarëve të Këshillit Kombëtar, gjithmonë bazuar në propozimet e lidershipit kryetarit Sali Berisha, i cili, duke qenë se është i zgjedhur me parimin 1 antar 1 vot, ka automatikisht mbas statutit të Partisë Demokratike ka të drejtë e propozimit të emrave që të kalojnë më pas për marrje apo jo të mbështetjes, le të themi, të strukturës së Këshillit Kombëtar. Unë e quaj një hap të pozitiv, një hap që do të vazhdoj edhe gjatë ditëve të ardhshme. Shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjen e pjesës së sekretariateve dhe në kryetarëve të Partisë Demokratike, për të konkluduar përfundimisht zgjedhjen e trupës drejtuese të 4 viteve të ardhshme të Partisë Demokratike, që besoj dhe uroj dhe jam shpresë plot me thënë drejtën që është një trup e cila do të çojë Partinë Demokratike drejt fitores. Ndërkohë kritikat janë se presupozohet tani që të zgjedhurit, jo në emra nominal, se nuk është ky qëllimi, kanë një peshë kryesore, nëse do të jenë deputetët e ardhshëm, do të jetë qeveria, besoj, pavarësisht nga vizioni që do të kenë, sepse qeverisja është edhe më e gjerë. A kanë të zgjedhurit një peshë specifike për të mbajtur, për të përballur me kundërshtarin në politikën në të ardhmen? Si është menduar? E përsëris dhe njerë, kushdo që merret në politikë ka ambicie. Dhe ambicia është diçka e cila të çon përpara. Pasi është ajo e cila të angazhon dhe ty akoma dhe më tepër për të dhënë maksimumin tënd. Thënë kjo, të qenurit antari kryesisë është përgjegjësi e lartë, e cila më pas duhet, nuk është thjesht një karrige që një dikush e zë, po ka kohë 4 vite për të treguar që është i aftë për ta ushtruar atë detyrë. Se fund ditës nuk është një privilegj, fund ditës është një përgjegjësi që të kanë ngarkuar antarët e Këshillit Kombëtar dhe lideri i Partisë Demokratike, patjetër po e po. Kështu që çdo kush duhet të tregojë veten dhe pastaj do të jetë apo do të jetë kandidat për deputet, kjo është ka kohë për të folur për të. Sot unë kam vetë fatin, me thënë drejtën, që jam një ndër anëtarët e ri të kryesisë Partisë Demokratike dhe falenderoj dhe lidershipin Sali Berisha për propozimin, gjithashtu dhe anëtarët e Këshillit Kombëtar për mbështetjen që më dhanë, por gjithë ne në thonjza jemi në periudhë prove. Çdo antar i kryesisë është në periudhën e vet të provës për treguar që nëse vlejmë apo jo që zgjedhjet e ardhshëm të përfaqësojmë qytetarët në formatin e Kuvendit të Shqipërisë apo jo. Çdo kush duhet të japi maksimumin. Nëse gjithë të japi maksimumin ton, ju asiguroj që ndryshimi është shumë i afërt. Sigurisht, unë nuk po flisja për pozicionin tuaj, se po të na pyesësh ne për kontributin, është i dukshëm, nuk ka nevojë. Çdo kush duhet të japi maksimumin e vet. Çdo kush do të japi maksimumin edhe ta konsideroj të qenë antar i kryesisë apo antar i Këshillit Kombëtar si një detyrim, jo një privilegj, po si një detyrim që ne kemi ndaj antarëve të Partisë Demokratike, po dhe ndaj qytetarëve për të dhënë maksimumin tonë. Dhe maksimumi jepet në çdo lloj formati të mundshëm, demokratik patjetër, në mënyrë që ato objektiv që ne kemi për 13 vitesh, që ende se kemi arritur fatkeqësisht, që është ndryshimi, që është rotacioni politik, të arrijmë atë një orë më parë. Kjo do të jetë detyra jonë e vetme. Me që jemi tek zhvillimet politike, edhe të prekim pak protestën,
Se duket sikur ka marrë dimensionet ndryshme, nga mënyra se si nisi nga një protestë e qytetarëve, pastaj me mbritjen e shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit, tek tendencat e subjekteve politike për të marrë protagonizmin, deri tek dhuna që po e shohim në së fundmi. Çfarë është sot që flasim për ju, zotit Teliti, kjo protestë? Së pari për mua më pëlqen shumë kjo protestë. Është një protestë e formatit dhe karakteri qytetar. Është një protestë ku të rinjt janë masivisht prezent. Me thënë të drejtën, janë çështje për cilat, dhe këtë gjë duhet ta themi, më vjen mirë shumë që ka 36-37 ditë që qytetarët po protestojnë, të gjitha në ngjyrave të ndryshme, të majtë, të djathtë, me parti, pa parti, mbështetës të grupime ndryshme interesi, janë të tërë në shesh, janë të tërë në bulevard. Ama diçka do ta themi, çështje për të cilat po protestohet sot, unë dhe kolegët e mi kemi 13 vite që protestojmë. Ajo që vjen akoma dhe më mirë, që nuk kemi më thjesht si ne si opozitë pra subjektet politike, të cilat po protestojnë dhe po ngrenë zërin ndaj padrejtësive 13 vjeçare që janë kryer në kurrizë të shqiptarëve, në kurrizë biznesit, në kurrizë të aktorëve të tregut, në kurrizë të mjedisit, në kurrizë të ambientit, në kurrizë të industrisë, në kurrizë të turizmit, në kurrizë të bujqësisë e kështu me radhë, por tashmë përveç nesh janë edhe njerëz të cilët nuk janë një pjesë për tyre janë mbështetës Partisë Demokratike, një pjesë për tyre edhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, por përveç tyre ka edhe të tjerë, ka edhe njerëz që janë votues të majt, ka edhe njerëz që janë përfaqësues të shtresave ndryshme që nuk kanë mbështetur asnjë parti politike apo ata që nuk dalin asnjëherë në zgjedhje për të votuar. Gjëja pozitive është që janë shtuar forcat, janë shtuar rreshtat e kundërshtarëve ndaj keqëqeverisjes. Dhe kur shtohen rreshtat, atëherë rezultati i objektiv që kanë të tërë dhe është i shprehur që është largimi i qeverisjes aktuale bëhet gjithnjë më i afërt. Të luftosh dhe të kesh betejë dhe të arrish suksesin e një beteje kundra një qeverie e cila përdor çdo lloj instrumenti. Një instrumente jo ligjore, që është përdorimi i fortëve, i bandave, i paraspis, i paraskrimit, klientelizmit, korrupsionit, përdorimi i administratës publike, çdo lloj aseti të mundshëm, dhe vetëm për objektivin që si të mbaj pushtetin, nuk është një betejë e lehtë. Është betejë shumë e vështirë. Po kur radhët shtohen për te partive politike dhe me njerëz dhe me pa kënaqësinë e tyre, të siguroj që kjo kohë, le të themi, shkurtohet shumë dhe bëhet i afërt, shumë i afërt bëhet ndryshimi. Ndaj përfitoj edhe në këtë rast që jemi këtu në intervistë me ju, Aida, përfitoj nga rasti për të përcjellë çdo qytetarit të rezistojmë dhe çdo ditë në protestë. Vetëm kështu ne mund t'ia dalim që të arrijmë jo rotacionin politik thjesht, po të arrijmë fillimisht largimin e qeverisë së Edi Ramës, që është objektivi ynë i përbashkët, ngritjen e qeverisës tranzitore me përfaqësim të gjitha palëve, të gjithë përshëndetje gjithë politikës shqiptare për të siguruar kushtet për zgjedhjet lirandershme, pastaj çdo subjekt politik me leadership, ekip dhe program të dalin zgjedhje ku të qytetarët që të vendosin se kush do i qeverisë gjatë 4 viteve të ardhshme. Një gjë është e sigurt, që ne kemi besimin dhe jemi të bindur që nëse do dalim në garë thjesht me leadership, ekip dhe program, pa ndërhyrjen e bandave, të parave të pistat, parave të korrupsionit, parave të oligarkëve, të kullave, kështu me radhë, opozita do të jetë fituese dhe qeverisë gjatë 4 viteve të ardhshme për të bërë të mundur rikthimin e Shqipërisë në normalitet. Do të më lejo shumë shkurtja reklamat dhe rikthehemi sërish për çështjet cilat janë konkrete. Rikthehemi sërish me Dorian Telitin. Zot Teliti, jemi sërish së bashku. Analizuam në pjesën e parë zhvillimet që kanë të bëjnë me Partinë Demokratike, unë dalëm pak tek protesta, po nëse unë ju pyes, sipas jush, a ka arritur kjo protestë të ngrej shqetësime reale të qytetarëve? Për shembull ajo që unë përmenda, paratë e pista dhe nga mënyra se si kanë ndikuar ato në jetën e shqiptarëve, që kanë pushtuar sektorin e ndërtimit që është bërë shqetësim, sepse ne i dim efektet që sjellin tek të rinjt apo tek jetesa jonë, qoftë tek blerja e një apartamenti, infrastruktura e tjera që kemi diskutuar dhe së bashku, qoftë edhe në turizëm. Duket sikur janë anashkaluar shumë institucione, të cilat mund ta kenë lejuar këtë lloj fluksi të kësaj paraje në vendin tonë dhe çështje të tjera që lidhen me të dhënat e shqiptarëve, dosje të bujshme, tokat e të tjera e të tjerë. Ndërkohë duket sikur fokusi është tek kryeministri Edi Rama.
Tani, a do duhet që ndoshta t'ishte, kur them fokusi, jo fokusi në kuptimin tek modeli, por tek mënyra se si shigjetohet, ndoshta pa sjell në vëmendje edhe të gjitha këto shqetësimet reale që ne hasemi çdo ditë. A duhet kishte bërë diçka ndryshe, gjykon se mund të kishin dominuar të çështje që unë përmenda apo të tjera? Shiko, së pari protesta flet për hallën e qytetarëve. Unë jam vetë, kam qenë pothuajse çdo ditë në protestë, vetëm 2 herë kam munguar për arsye personale. Nuk kam qenë në pjesën vizive të protestës, ashtu siç ju shpeshherë na keni parë temi pra protagonistë, ata që marrin megafonët, që marrin mikrofonët, që flasin me kështu me radhë. Por të siguroj që protesta, atë që flasin janë jo qytetarë, njerëz që nuk janë të angazhuar publikisht, hapur dhe politikisht, flasin vetëm për hallën e qytetarëve. Flasin për hallën e njerëzve, ato halle që përsëris dhe një herë, dhe se duhet të thënë kjo gjë, ne kemi 13 vite që i ngrem ditadizë dhe i kemi denoncuar. Sot nuk është më thjesht opozita që denoncon, por janë thjesht edhe qytetarët vetë që dalin dhe flasin, kanë kurajin flasin. Thënë kjo, shiko, kryeministri ligjërisht është i mandatuar të drejtojë vendin. Ndonë se ne e dim se si i ka marrë votat në vit 2021 dhe 2025, në mënyrë tërësisht jo ligjore, o zyrtarisht për KQZ është i mandatuar që ai të jetë kryeministër. Dhe kjo nuk ka diskutim, por ne kërkojmë largimin e tij nga detyra, pasi ai ka pozicionin e kryeministrit. Kur ti je kryeministër, ke 2 zgjedhje. O do ta luftosh një fenomen negativ, ose je palme me fenomen negativ. Le të flasim konkretisht. Kur vjen puna të parat për shumë të hedhura në sektorin e tij, parat e pista, parat e narko-eurës, parat e narko-korrupsionit dhe kështu me radhë, është një shqetësim që nuk ka dalë sot. Ke raportin e Bankës Botërore të vitit 2020, i cili thotë, nga 2016, në fakt 2017 deri në 2019, vetëm në Tiranë janë hedhur 1.6 miliard euro para jashtë sistemit bankar, pra e thonë ndryshe, para që vinin nga ekonomia zezë dhe nga ekonomia gri, para të formatit antiligjor. Kryeministri atëherë në 2020 ishte po Edi Rama. Në momentin që ti dëgjon si kryeministër që janë hedhur 1.6 miliard euro, do bësh 2 lëvizje, ose ti do ngrihesh dhe do bësh alarmin dhe thua si është e mundur që në këtë Tiranë që ka qenë dhe vetë kryetari i bashkisë, u hidh kanë për 3 vite, sipas raportit të institucionit ndërkombëtar, 1.6 miliard euro, jo zyrtare pra parat pista, ose ti je pjesë me këtë lloj mekanizmi. Nuk ka zgjidhje, nuk ka alternativë tjetër. Këto janë 2 alternativa të mundshme. Në fakti që një fenomen vazhdoi edhe për 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dhe 2026 që jemi tashti, madje në ritme akoma dhe më të larta, kjo është thjesht vërtetimi i faktit që teza e parë, pra që ti duhet ta luftojë të fenomen bie poshtë, dhe teza e dytë që ti je pjesë, që ke lejuar dhe që je pjesë e këtij fenomeni, është ajo e cila fatkeqësisht është vërtetuar të shkojë. Fakti që nga krahasuar me 15 vite më parë, çmimet e apartamenteve në Tiranë arritur me 3-4 herë. Ndërkohë të ardhurat, pra pagat e atyre që punojnë në Tiranë, i arritur me 30, 40, maksimum 50%. Kjo ka bërë praktikisht të pamundur për çdo familjar thjesht, për çdo përfaqësues stresës mesme, për çdo çiftëri ka bërë pamundur që të blejë një stre. Por fakti që ty të është bërë pamundur bleja e stresës së re, kjo të sjell ty pastaj që dhe ti që nuk je me stre, pra duhet ta marrësh fiqëra. Kjo ka shufishuar dhe vlerat e qeras praktikisht, sepse është rritur shumë edhe kërkesa e atyre njerëzve që duan shtime qera. Pra jemi në një situatë ku ekuacioni të sjell vetëm një rezultante, përkeqësim të ndjeshëm të situatës ekonomiko-financiare të familjeve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë praktikisht, se Tirana është gjysma e ekonomisë shqiptare dhe Tirana është metropoli i Shqipërisë. Dhe kjo ka marrë anë tjetër, kemi një fuqizim të i grushti njerëzish. Kush janë fuqizuar? Ata që kanë marrë leje pullash, ata që kanë marrë kontrata koncesionare, ata që kanë marrë kontrata publike, investimesh në infrastrukturë, në sjelca, në shkolla, në infrastrukturë rrugore, ata që kanë patur mundësinë, siç është ai njëri që kanë ndërtuar tolenin e Llogaras 50 milionë euro, apo ato 14 lotet për 13 kilometra të Unazës, apo ai që ka incinerator që nuk ekziston që vazhdon të paguhet, apo 2 incineratorë të tjerë të Elbasanit dhe të Fierit, për cilën u paguan 54 milionë euro, dhe sot plerat e Elbasanit dhe Fierit shkojnë depozitohen në Shkodër.
ku ne nga buxheti i shtetit vetë 2026 paguajmë 10 milionë euro të tjera për transportin e tyre deri në Shkodër, ndërkohë që do të kishim incineratorët dhe gjithë ata të cilët u konsideruan fajtor, sot ka dalë nga burgu madje, kanë mbaruar do thojza dëshkimin e tyre. Pra jemi në situatë të cilat gjitha këto janë të denoncuara. Janë denoncuara me dhjetra, me qindra herë nga ana e opozitës. Dhe fakti që kryeministri thjesht nuk ka marrë masa për të ndaluar këto fenomene, për të ndëshkuar, por i ka lënë ato në rrjedhje të lirë, tregon që thjesht është bashkëautor, është bashkëekzekutor, në fund të qoftë është i pari i vendit, është i pari i qeverisë, është edhe përgjegjësi kryesor. Moralisht, pra, besoj. Moralisht dhe ligjërisht. Sepse sot, për çdo punonjës dhe çdo përfaqësues i cili ka detyra në ekzekutivin shqiptar, dhe detyra më e lartë ekzekutivit dhe shkreu ekzekutiv pra kryeministri, edhe mos veprimi, pra thjesht lejimi, jo të jesh bashkëautor, po dhe sikur po mos ishte bashkëautor, thjesht fakti që nuk ka marrëmasat për e duhura, sipas detyrës që vetë ka, për të ndëshkuar dhe për të frenuar ato dhe fenomenesh, të bën ty njësoj fajtor para ligjit. Tani, vetëm në 2019-2021, ne kemi 250 milion euro të përfituara nga trafiku ndërkombëtar që janë futur në vendin tonë. Tani, zotit Eliti, çfarë shifre është kjo, nëse flasim vetëm për 2019 dhe 2021? Sigurisht ju jeni njëri shqiptar po dhe politik, besoj e keni parë se si komunikohesh dhe ishin elita e biznesmenve të ndërtimit, ata të cilët pra rezulton si pas hetimeve të deri tanishme dhe siç na thot Dosja, kanë injektuar këto para në këto sektor. Po. Shifra është e lartë dhe fakti që kemi të bëjmë me, unë thash, biznesmen që kanë pjesën e luanit ose më të rëndësishmit në këtë sektor. Kjo shifre e deklaruar pra 250 milionë është të ullët në krahasim me realitetin. Po mirë, se vetëm për 2019-2021 është kjo. Si është e ullët? Pra është e ullët në krahasim me atë që realisht ka ndodhur. Shiko, po të shohësh në raportet zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Afërsisht në çdo vite ka afërsisht 3.5 miliard euro të hedhura në sektorin e ndërtimit. Ndërkohë, po të shohësh kredite marra nga subjektet ndërtuese, është 4-5 herë më ullët. Do të thotë që 75-80% e sektorit ndërtimit nuk financohet që do ishte normale nga kredimarrjet në sektorin bankar, po financohen nga burime tjera. Tani, kushdo që është në biznes e di shumë mirë. Gjithmonë financimi i biznesit bëhet kryesisht, edhe kur i ka likuiditetet, bëhet financisht në formatet e kredive. Janë rregullat e kapitalizmit këto. Mos i hyjmë gjatë, se nuk kemi dhe kohë ndoshta për ta shpjeguar. Por fakti që nuk ka ndodhur kështu, dhe ti ke 75-80% të fluksit të ndërtimit e ketë financuar jashtë sektorit bankar, tregon qartë që pjesa dërmuese e kësaj është financuar nga paratë të cilat vijnë nga krimi, korrupsioni, klientelizmi, nga çdo lloj forme që janë gjitha forma të përfitimit paras në mënyrë jo ligjore. Këto para e kanë prishur sistemin. Tashtja, jemi ne vetëm vend i botës i cili ka ndodhur ky fenomen? Jo, ka ndodhur edhe plot vende tjera. Por asnjë vend i cili është zhvilluar sot nuk ka proceduar në rrugën që bëjmë ne, pa kapur dhe pa ndëshkuar ato. Këto fenomene ka ndodhur edhe në Angli, po lexoja para disa ditësh dhe kam diskutuar edhe me miq, edhe me kolegë të fushës. Edhe në Angli ka ndodhur, ama atje çdo 10-15 vite bëhej verifikimi dhe bëhej skanimi i të gjitha subjekteve, duke marrë dhe duke ndëshkuar dhe duke nxjerrë nga tregu ato subjekte të cilat kishin përdorur para jo të lishme. Kjo gjë po ndodh në Shqipëri? Jo, nuk po ndodh në Shqipëri. Unë kam një rast të cilin jam duke studiuar dhe jam duke ndjekur dhe jam duke zbardhur për sa i përket Bashkisë Tiranës dhe jam duke ndjekur procedurat e dokumentacionit. Kemi rastin e një subjekti, që do denonsoj gjatë ditëve dhe javëve vijim, i cili nga njëra anë merrte leje ndërtimi, nuk i kryen të punët konform ligjit, as nuk kolaudoi ndërtimin vet, dhe pas disa muajsh merrte lejen tjetër ndërtimi, që është tërësisht në kundërshtim me ligjin. Ku duhet të dilte automatikisht në listën e zezë, sipas legjislacionit shqiptar, dhe të mos merrte asnjë ndërtim të vetëm. Ndërkohë sot ata kanë ndërtuar edhe kulla në mes Tiranës. Pra në vend që do ndëshkohen,
do që ndërshkojnë janë po të njëjtat institucione, të cilët nuk kanë bërë verifikimin e ecërisë së punëve të një objekti të caktuar, dhe ndërkohë që vënd ta fusin në listën e zezë, ata vazhdojnë dhe jepnin leje tjera, duke shkelur hapta si ligjin. Në këto kushte, zotit Eliti, ju thoni që ata nuk duhet operojnë, nuk duhet kishin, dhe sot që përforcohen akuzat dhe indicjet, nuk duhet kenë më akses në këtë sektor? Si funksionon? Ta heqin rritë të drejtën? E thot ligji Aida, nëse ti nesër vendos ti është ndërtuese, ke drejtën tënde të hapësh një firmë ndërtimi. Dhe shkon me një leje të caktuar në Bashkinë e Tiranës. Nëse ti nuk e respekton lejen, dhe objekti nuk kolaudohet në fund ditës, ti ke dalë nga leja që të është dhënë. Pra ke shkelur lejen. Momenti që ti ke shkelur lejen, e thot vetë legislacioni shqiptar, që një subjekt i cili ka marrë një leje ndërtimi dhe nuk ka respektuar lejen e ndërtimit, nuk mund të japësh ti një leje tjetër. E thot legislacioni shqiptar në gjë. Tani, po, ju folët për një rast konkret. Që në Shqipëri, duke që folët për një rast konkret? Do ta bëj publike, sepse është rast konkret, nuk bëj do të emrat ashti. Gjatë ditëve dhe javë vijin, pasi të mbaroj pjesën dokumentare, patjetër që do ta bëj denoncimin publik, edhe si nënkryetar i Këshillit Bashkiak, një ndër përfaqësues opozitës, e kam për detyrë të gjë, do ta bëj denoncimin publik, po i them pra fenomenin i cili është që shteti me në krye kokën e tij, se tu po flasim për oligark, tu po flasim për njerëz të cilët marrin leje nga ZT-ja jep është drejtimin e drejt për drejt të kreut të qeverisë, ndërkohë që nuk respektojnë punimet e një ndërtimi, marrin dhe vazhdojnë marrin leje tjera. Do ta zbardhin, dhe jetë një nga skandalet e radhës së cilët denoncon opozita, megjithatë të jemi të presim kohën derisa të plotësohet le të themi gjithë aspekti dokumentar, që kur të flasim me letra dhe me fakte. Thënë kjo, pse e mora këtë si shembull? E mora këtë si shembull për treguar faktin që qeveria, i drejtuesi institucioneve këto janë bërë bashkë pronar, janë bërë bashkë ekzekutues, janë bërë bashkë veprues në shkeljen e hapur të ligjit dhe në financimin e sektorit ndërtimit, kryesisht se aty janë kryesisht të hedhura parat e pista, parat e krimit, drogës, klientelizmit, korrupsionit. Hidhen kryesisht në sektorin e ndërtimit. Hidhen në sektorin e ndërtimit në Tiranë dhe në zonat bregdetare më të lakmuara të Shqipërisë. Hidhen në Golem, hidhen në Shëngjin, hidhen në Vlorë, hidhen në Dhermi, hidhen në Palas, hidhen në Himar, hidhen në Saran. Kush shikon në ndërtime, pyesni veten, a janë tot financuar ato ndërtime para të lishme? Ju kujtoj, atë që ju thash ditë se më parë, statistikën e Bankës Shqipërisë, 75 deri në 80% e sektorit ndërtimit çdo vit financohet nga para jashtë sistemit bankar. Bëjini vetë llogarit. Tani kush janë, zotit Eliti, institucionet që kaq gjatë nuk pas kanë funksionuar? Çfarë institucionesh kemi? Drejtoria e pastrimit të parave, ndoshta? Një është drejtoria, atëherë, së pari, para është vetë pushteti vendor. Patalis ka më i ulti, pushteti vendor vetë, i cili ka gjithë instrumentat për të kontrolluar se çfarë ndodh përgjegjës për territorin. Tjetër. Thënë kjo ka lënë nivel të qeverisë qendrore. Është drejtoria e pastrimit të parave, është drejtoria e tatimeve me strukturat e saj të krimit tatimor. Po. Është policia e shtetit me strukturat e krimit ekonomik. Po. Është prokuroria e cila i di këto gjëra dhe ne denoncojmë dhe do të marrim masat. Në çfarë raste ka ndërhyrë, por shumë raste të tjera ende jo. Janë strukturat e auditit, të çdo institucioni, është strukturat e shishit, patjetër që po, se këto para mund vinë edhe nga subjekte, të cilat mund të jenë apo mund të punojnë kundra interesit kombëtar të vetë Republikës së Shqipërisë. Ja strukturat të tjera të cilat kanë lidhje strukturat e antikorrupsionit pranë qeverisë. Pra janë një sër institucione të cilat duhet janë aq të mirë akorduara, por ne them problematika që qëndron te menaxhimi i përgjithshëm i qeverisë te qeveritarët. Sepse gjithë ato institucione vajnë nga qeveria, nga ministri të ndryshme, nga institucione ndryshme. Dikush vajnë nga Ministria e Financave, dikush tjetër vajnë nga Ministria e Brendshme, dikush tjetër vajnë direkt nga Kryeministria, dhe ti nuk mund që të gjitha këto institucione të kenë heshtur gjithë këto vite. E kuptoj. Përveç rastit kur jepet porosia pikërisht ajo strukturë drejtuese që është struktura qeveritare. Janë gjëra shëshit, nuk janë gjëra që nuk e diskutuar. Më fal, diskutohen të gjëra në çdo tavolinë. I din çdo gazetar. Opozita ka 13 vjet që i flet denoncon dita ditës. Vetëm në studion tënde bashkë ke bërë 30 sa intervista, dhe 30 sa intervistat gjithmonë kemi folur sikur të 2 minuta
për të afera klienteliste dhe korruptive. Pra nuk është diçka e paditur. Fakti që nuk merren masa për ta ndaluar atë gjë, do të thotë që ata janë dakord dhe janë pjesë e gjës. Fatkeqësisht kjo është e vërtetë. Tani, duket sikur nuk prekëm rolin e bankës tonë qendrore dhe bankat tregtare ose ato të nivelit të dytë. Çfarë roli kanë? Sepse këto janë tregues ekonomik të cilët kanë bërtitur deri tani, ne na kanë ndikuar drejt për së drejti. A ka një rol këtu banka qendrore? Ndërkohë, sigurisht shikoj që në informacione apo në denoncime, disa banka dalin dhe pronare të tokave, për shembull në Bregdet, si pasojë e transaksioneve. A duhet besojmë ne që gjitha këto para kanë ardhur me çanta në pikën kufitare, aty ku ndalohet për 5.000 euro ai që ka mbledhur ullinë të zezë në Greqi, për shembull dhe i sekuestrohen edhe përballet me ligjin, apo përveç parave me çanta që këta mund t'i kenë lejuar si pasojë e skemave që kanë përdorur, mund t'jenë përdorur dhe bankat, se këto para si do të kthehen në të lishme, a do të kalojnë nëpërmjet të bankave? Atëherë, së pari, përsa i përket rolit të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë në të vërtetë nuk e ka kryer tamam detyrën e saj, përkundrazi. Ne kemi thënë edhe në të kaluarën, edhe u përfitoj nga rasti përsëri ta them dhe sot, që Banka e Shqipërisë është një autoritet kyç dhe shumë i rëndësishëm përsa i përket le të themi strukturës financiare dhe gjithë sistemit financiar publik të Shqipërisë. Duhet të ishte akuzatori i parë, pra ishte ngrirje i parë si institucion publik për ta ngritur të shqetësim. Ne kemi pyetur dhe kemi thirrur dhe Bankën e Shqipërisë, e cila të paktën një herë në vit është prezente edhe Kuvendin e Shqipërisë për të raportuar mbi veprimtarinë e saj dhe vendimarrjet e saj. Dhe gjithmonë kemi disa vite që janë ngritur gjithmonë të çështje kryesore, pra çështjen e parave të pista në sistem. Dhe nuk është që kemi marrë me të drejtën nga ana e Bankës së Shqipërisë, fatkeqësisht nuk kemi marrë atë le të themi vendosmërinë e saj për ta denoncuar fillimisht dhe pastaj për ta luftuar fenomenin. Banka e Shqipërisë ka instrumenta, dhe nëse i përdor ato instrumenta, në të vërtetë nuk është që eliminon fenomenin, por sido që të jetë e redukton atë shumë. Deri më sot, ne nuk kemi përballur, fatkeqësisht le të themi, me këtë lloj iniciative agresive në sensin pozitiv nga ana e Bankës së Shqipërisë. Do doja shumë që Banka e Shqipërisë të performonte më mirë. Do doja shumë, kemi bërë dhe thirrje edhe Kuvendin e Shqipërisë edhe me anë të rezolutave që çdo vit dalin për sa i përket veprimtarisë së saj, po edhe deri më sot, prej vitesh tashmë, ne nuk është që jemi le të themi të kënaqur deri diku për sa i përket këtij aspekti të Bankës së Shqipërisë. Thënë kjo, bankat e nivelit 2 patjetër ato kanë një rol më të reduktuar le të themi sa Banka e Shqipërisë. Në fundis ato janë subjekte tregtare, funksionojnë në bazë të ligjit. Por nëse ka institucione bankare të cilat janë futur në afera, kanë afera të tilla dhe bëjnë veprimtari në bashkëpunim me subjekte të cilat nuk po respektojnë ligjin, kjo përbën shkelje jo administrative, po edhe shkelje penale, dhe do të jetë pikërisht Banka e Shqipërisë si institucioni vetëm i cili kontrollon bankat e nivel 2, pra bankat tregtare, të bëjë këto denoncimesh. Fakti që ende deri më sot nuk kemi asnjë denoncim të tillë, asnjë shkelje të konstatuar nga ana e Bankës së Shqipërisë, si takon përsëri topi le të themi, kalon përsëri Bankës së Shqipërisë për moskryerje të duhur të detyrës së saj. Nuk është e mundur që në gjithë sistem që jemi neve, sistem financiar, ku flitet dhe denoncohet përsëri çdo ditë për afera nga më të ndryshme, ne të mos kemi asnjë qendrim zyrtar të Bankës së Shqipërisë për sa i përket këtij fenomeni, apo një njoftim zyrtar për betejën që ajo po bën me një rast konkret të kapurit të një institucioni bankar, apo denoncimi institucioni bankar, apo të një veprimtarie, apo të një veprim jo të duhur, apo të një transaksioni të dyshimt që mund të jetë kryer nga bankat e nivelit 2. Tani, përveç asaj që është një çështje hetimore, dhe që sigurisht na intrigon dhe jemi këtu për të parë se si do të hetohet, deri ku janë përfshirë, qoftë edhe bankat e nivelit 2 që ju përmendët, se unë mora shkak në fakt për tokat në Bregdet që dyshohet se kanë kaluar nëpërmjet një zinxhiri dhe pra duke ngritur pikpyetje për rolin e tyre. Por ajo që sot është shqetësuese, zotë Eliti, ka të bëj me një pasiguri tek qytetarët. Sigurisht unë këtu nuk dua të them që janë qytetarët e thjeshtë, ata që blejnë me 6.000, 7.000 euro ambiente për metër katror të kullat, të cilat janë bosh. Por
ka gjithmonë pra indikacione në prishjen e të gjithë tregut, pra mënyrës se si ti i dikton çmimet, se nëse ti ke me para droge në kulla apo në apartamente, kjo tregon qarta që ti se ke problem fare të presësh dhe 2 ose 3 vjet duke mu imponuar mua me çmimin 2 ose 3.000 euro katror, sepse ti do të punosh sërish me drogë, pas ke gjithë të rrugën e siguruar, do të marrësh një truall tjetër dhe do të ndërtosh diçka tjetër, jo domosdoshmërisht gjithë bizneset ka nevojë për likuiditet. Pa përjashtuar dhe pjesën e shëndetshme që ka nevojë për likuiditet, janë ato bleret ngrop që bëjmë ne etj. Tani, shtrohet duke qenë është goditur e gjithë kjo industri e rëndësishme kryesisht me kullat, unë them dhe jo vetëm, dhe në Bregdet me këto rezortet luksoze etj që kishin ambicie. Si ndikon kjo në treg? A ka vend për shqetësim për shembull për qytetarët që mund të kenë deri diku edhe kontrata jo te kullat, por të lidhura që mund të jenë pra tek ta biznesmen? Shqetësimi që ngrihet është i drejtë, me thënë vërtetën, pasi ka raste që le të themi lidhen marrëveshjet, lidhen kontratat dhe pastaj ndodh që investitorë, pra firma ndërtimit, që dalin me problematika dhe mund të jetë bllokuar procesi i punimeve. Dhe me kohën, unë besoj që do ketë raste të tjera plot, pasi sa më shumë ti ta luftosh fenomenin e futjes parave të pisa në sistem, aq më shumë raste do dalin që do kemi objekte ndryshme dhe ndërtime sipe që mund të bllokojnë punimet, po kjo do ndikojë edhe te qytetari thjesht, ai që ka qenë pronari i tokës, apo ka qenë pronari i godinës së vjetër, apo i pronari i pallatit të vjetër, ato familje që kanë qenë në pallat vjetër që kanë dhënë për ndërtimin e pallatit të ri. Këta janë në drejtën e tyre të Zotit. Ta thjesht thon, kam një shtëpi 2 dhoma kuzhinë, po marr 3 kuzhinë. Kam një dhomë kuzhinë, do marr një dhomë më tepër. Pra, por fatkeqësisht kjo është problematika edhe një problematikë tjetër e sistemit. Të futja e para spisë në sistem, nuk është që thjesht do penalizojë në mënyrë të drejtë, në mënyrë ligjore, duhet penalizoj ata që po përdorin paranë e pisë për ta pastruar në sistemin e ndërtimit. Por do shkaktoj penalizimin fatkeqësisht edhe të njerëzve të tjerë që janë si për tërthorazi, janë të futur le themi në marrëveshje kontraktuale për blerjen e një apartamente apo për fitimin e një prone. Prandaj lufta që bëjmë edhe betejë që bën opozita që na bëj çdo qytetar, nuk është thjesht ndëshkimi, por edhe mbrojtja e këtyre njerëzve. Dhe për të arritur mbrojtjen e tyre, vetëm një mënyrë ka, ta parandalosh që në start, që në fillim, këtë lloj fenomeni apo këtë lloj dukurie. Sot jemi që kjo dukuri është e parapur masivisht. Dhe ne do shohim, dhe siç kemi parë, do shohim shpesh që mund të kemi raste ku ajo shpreha popullore që bashkë me tatin digjet dhe i njohmi, këtu që është bashkë me ato të korruptuarin e bashkë me ato që ka bërë korrupsion e klientelizëm, do penalizohen fatkeqësisht edhe disa qytetarë thjesht që unorojnë që legjislatori shqiptar, pra Kuvendi i Shqipërisë, të gjejë mënyrat alternativat për t'i ardhur atyre në ndihmë, në mënyrë që me vërtet ndoshta një objekt sekuestrohet sepse investitori ka dalë i përfshirë në afera jo ligjore, por ama të ketë mënyra që ajo pronë, ai ndërtim të zhvillohet nga një strukturë tjetër, private apo shtetërore, le ta diskutojë vetë Kuvendi i Shqipërisë, në mënyrë që puna mos të bllokohet, në mënyrë që qytetari fundor, ai që ka një marrëveshje kontraktuale, të mos jetë penalizuar. Kështu që ka mënyra për ta zgjidhur, bota ka zgjidhur këtë, nuk ka nevojë të shpikim rrotun, e them gjithmonë. Jemi një vend i vogël, nuk kemi nevojë të bëjmë shpikje, mjafton të marrim modelet më të mira dhe ato rrugë, ato zgjidhje që kanë bërë vendet e tjera, të cilat janë përballur para nesh me këtë lloj fenomeni. Pasi çdo vend i botës është përballur me fenomenin e parave të pista deri diku në sektorin e ndërtimit. Po jo në këtë masë fatkeqësisht që po përballet Shqipëria. Atje mund të ketë qenë masa 10, 15, 20, 30%. Kurse këtu është e kthyer poshtë, kokë poshtë, ky lloj le të themi ky lloj raporti. Tu vetëm 20-30% është financim i lishëm, pjesa tjetër fatkeqësisht në Tiranë dhe zonë qytetare ku flasim, fatkeqësisht është financim i cili vjen nga burime të dyshimta për lidhje me klientelizmin, korrupsionin, drogën, krimin e kështu me radhë. Lidi, unë jam interesuar për kuptuar vizionin tuaj sa i takon ndërtimeve në Zvërnec dhe investimi tjetër, pra që jepet familjes Trump, po them unë, Sazani. Vini pro apo kundër?
Si e shikon? Nëse jeni pro me çfarë kushtes, apo kundër në mënyrë kategorike, sepse këtu sigurisht që ka një lloj mlefi, ka nga ata që e shikojnë ndryshe sepse njohin zhvillimet dhe njohin realitetin, ka nga ata që e shikojnë politikisht që është Rama pas kësaj historie dhe sigurisht që ne duhet të jemi kundër. Ju vetë, si njeri shifrave, që e njihni ekonominë, si mendoni? Thjesht për kuriozitet, ma lejo 30 sekonda, kur ka dalë ky lajm këtu 3 vite më parë, unë kam qenë në emision live, më qenë studio. Dhe jemi pyetur aty live. Pra kemi parë live në studio, ka qenë emision darkë, emision brëme në prime time, dhe jemi pyetur aty direkt në studio. Dhe do t'jap të njëjtën përgjigje që kam dhënë atëherë. Për mua, në çdo unë mbështes dhe Partia Demokratike, pra jesh ka bërë qartë të njëjtin qëndrim. Sepse kjo është filozofia e jonë si parti. Dhe nuk është që ka dallim. Çdo investim është i mirëpritur me një kusht vetëm, të respektoj kuadrin ligjor shqiptar. Dhe kur themi të respektoj kuadrin ligjor shqiptar, do të thotë respekton parimet e konkurrencës së lirë dhe ndershme, respekton parimet e të bërit biznes, respekton parimet e karakterit financiar, pra detyrimeve dhe privilegjeve tatimore e kështu me radhë gjitha, respekton detyrimet ligjore që ka kuadri ligjor për sa i përket mjedisit, ambientit, çdo gjë. Çdo investim i cili respekton kuadrin ligjor shqiptar, për ne është mëse i mirëpritur. Dhe kur theme kuadrin ligjor shqiptar, se ne kemi dhe kuadrin ton, kur janë ato që janë burimet të lishme financimi dhe që respektojnë të gjitha kriteret e tjera, bujrum çdo lloj investimi. Çdo lloj investimi i cili Më gjoni? Po. Gjoni? Po. Çdo lloj investimi i cili respekton ligjet shqiptare, bujrum mirë se të vi. Nuk ka rëndësi apo është Trumpi, është dëmti Trumpit apo është tjetër, jo, nuk ka rëndësi. Për ne mjafton që një investitor të jetë patjetër i vendeve tona partnere, vendeve tona mike, dhe kjo është kusht para kusht, është le të themi, është pa diskutueshme nga ana jonë. Por ama duhet të respektojë legjislacionin shqiptar. Respektojë legjislacionin, bërëm. Debati që u bë për Zvërnecin, rasti konkret, është pikërisht fakti që legjislacioni shqiptar thotë çdo lloj projekti të tillë ti duhet ta konsultosh me banorët e zonës. Duhet të bësh disa vlerësime paraprake, duhet të bësh disa analiza, duhet të bësh disa analiza ndikimit mjedisor. Të gjitha ato nuk u kryen. Dhe kjo risolli dhe debatin. Kjo risolli dhe të shkëndijë themi, nga e cila mori spunt të protesta, por që sot realiteti është që protesta nuk flet më për Zvërnecin. Zvërneci ishte ajo pika e cila e derdhi ato vazën e mbushur, ato gotën e mbushur plot me ujë, ishte ajo pika fundore e cila e derdhi ujin. Të njerëzit sot nuk protestojnë për Zvërnecin, sepse mundohet edhe e shoh edhe nga ana e mazhorancës, mundohet të thonë akoma për flamingot e kështu ja. Tu nuk është, tu nuk njerëzit nuk dalin për flamingot, të njerëzit dalin për ramingot. Faleminderit. Pra për të hequr qeverisjen e aktuale nga detyra, zëvendësimin e saj me qeverisje tranzitore që gëzon besimin e gjitha palëve, shkojmë në zgjedhje dhe aty pasaj fitoft me miri. Si e the atë? Jo për flamingot, për? Po për ramingot. Tani do hapet një garë se po dëgjoja shumë. Pra, mënyra se si... Pra, do thot, njerëzit nuk dalin thjesht. Nuk dalin thjesht për to, por dalin me problematika që kanë problematika të krijuara, apo përndërje edhe ekzistuesen të kaluara, sa problematika që ekzistonin, por që janë amplifikuar disa herë fatkeqësisht gjatë këtyre 13 viteve qeverisje. Faleminderit zoti Elidim. Përshëndes. Faleminderit ju. Kalofshim mirë.